إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kemi qëndruar tek tawafi, pastaj vazhdon shehu dhe thot, Allahu ruajt, nuk ka tawafi dhikër apo dua të veçantë, prandaj ai person që bën tawaf ta përmendi Zotin e tij, të bëj dua se me çfarë ka mundësi prej duave, prej dhikrit, lexoj Kur'an, dhe më parsore është që ky dhikr dhe kjo dua të jetë nga ato dhikra dhe ato dua që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e qartë. Pra nuk ka diçka dua të veçantë apo dhikr të veçantë, përveç thot ka ardhur thot mes ruknein, nga ruknul yamani deri te guri i zi, pra që thuhet Rabbana atina fid dunya, nga cepi që është para gurit të zi derisa të shkosh, ai cepi që është para gurit të zi quhet ruknul yamani, që tham thjesht e prek deri te guri i zi bëhet kjo dua, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Thot ajo që bëjnë disa njerëz dua të veçanta për çdo tawaf, pra vin ky tawaf ka këtë dua, ky tawaf ka këtë dua. Thot kjo nuk ka argument dhe është prej çështjeve të shpikura. Pastaj thot, për sa i përket prekjes ruknul yamani, kjo nuk ndodh vetëm në tawaf. Vetëm tawaf. Pra nuk mundet ti kur si në tawaf shkosh dhe ta prekësh. Për sa i përket gurit zi, ky është sqarimi mbrapa, nga që thot ka vetëse pastaj sqaron këtë. Thot kurse guri zi, pra ka ardhur prekja e tij mbas 2 rekateve që bëhen mbas tawafit në haxhin e lamtumirës, siç transmetohet te hadithi Xhabrit i gjatë në Sahihu Muslim. Thot, dhe kjo është më e mira se ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra nëse personi e prek gurin e zi, përveç kësaj tani ka ardhur tawaf, ka ardhur mbas 2 rekateve që falen mbas tawafit, pastaj thot, nëse personi e prek jo në tawaf, kjo lejohet sepse ka ardhur nga Ibn Umar radhiyallahu an, thot që ai nuk dilte radhiyallahu anhuma, që ai nuk dilte nga xhamia derisa të prekte gurin e zi, qoftë kjo në tawaf ose jo në tawaf. Kjo ka ardhur nga sahabiu radhiyallahu anhuma. Pra kemi 3 gjendje. Gjendja e parë, gjendja e tawafit, këtë është serum. Mbas tawafit, mbas 2 rekateve tawafit, ka ardhur hadithi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku dhe e ka bë këtë që e ka prek. Dhe tani rast tjetër ti si në tawaf a bën me shku me e prek? Thot ka ardhur nga Ibn Umeri radhiyallahu anhuma. Thot e transmeton pra Ibn Abi Shayba rahimahullah dhe zinxhiri është i saktë. Gjithashtu tani për sa i përket tawafit, është e pëlqyer që në tawafin e umrës dhe tawafin e fillimit që vjen për atë që është qarin dhe për atë që është mufrit, thot el-ittiba. Edhe kjo është e rëndësishme. Pra që ta kuptoni këto 2 gjëra që ndodhin, pra el-ittiba është ta marrësh izarin, ta marrësh ridan dhe ta kalosh poshtë sjetullës tënde dhe ta hedhësh nga ana e majt dhe spatullën e djathtë ta kesh zbuluar. Kjo quhet ittiba. Dhe ramel është ecja që tham, ecja e shpejt, jo me hapa të mëdha. Pra, ecje shpejt. Kjo kur bëhet, po tregon shehu, kur është e pëlqyer të bëhet te tawafi i umrës, kur je duke bë umret, dhe tawafi i fillimit për atë që është qarin dhe mufrit. Pra për atë që bën qiran dhe ifrad, kur tham 3 llojet e haxhit. Pra do thot që kur të vi ai tawafi i haxhit, kjo gjë nuk bëhet, këto gjëra nuk bëhen. Kur të vi tawafi i lamtumirës, këto gjëra nuk bëhen. Pra janë veçantë për këtë tawaf, që ta keni parasysh këtë gjë. Thot, është e pëlqyer që në tawafin e umrës dhe tawafin që bëhet fillim për atë që është qarin dhe mufrit, që të bëj ittiba, që ta bëj thot e shpjegon atë ridan, ta kalosh nën sjetullën, pra e djathtë dhe e hedh thot te shpatulla e majt. Dhe kjo është e rëndësishme. Kjo pra zbulimi i shpatullës bëhet te gjitha tawaf, te gjitha pra te 7 rrotullimet, jo vetëm te të 3-ja. Pra këta dietar, do ngjoni sheh, pra ky është Sheikh Abadi, Sheikh Albani Allahu mëshiroft, Sheikh Bin Bazi, Sheikh Uthemini, gjithë thonë çfarë që ittibaja, zbulimi i shpatullës djathtë bëhet te të 7-ta. Ajo që bëhet te të 3-ja është vetëm ar-raml, ajo ecja e shpejtë. Thot, siç ka ardhur thot nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma,
se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij kur bën umrën e Xherrana, bën ramel këtë ecjen pra në Qabe dhe i bën ridan e tyre atë veshën e sipërme poshtë qetullave të tyre. Dhe e kaluan thot nga ana e majt zinxhiri është i saktë. Gjithashtu ka ardhur transmetim tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai ka bërë tawaf duke bërë këtë ittiban. Tjetra, edhe kjo është e rëndësishme, thot ittibai, pra zbulimi i shpatullës djathtë bëhet vetëm në tawaf. Vetëm në tawaf, jo në gjendjet e tjera kur ti je me ihram. Pra në gjendjet e tjera duhet ta kesh shpatullën të mbuluar. Kjo është e rëndësishme. Ngjoni çfarë thot Sheikhu Themini Allahu më shëroft, pra t'ju tregoj 2-3 fjalë dietare që të keni qartë gjë. Thot Allahu më shëroft, ittibaja është të shtata rrotullimet e tawafit. Ajo që bëhet te të treja është vetëm ar-ramal, kjo ecja e shpejtë. Kurse ittibaja thot bëhet të gjitha. Nuk bëhet para tawafit dhe as mbas tawafit. Kjo është çështje që duhet që ne ta njohim, që ta dim, sepse thot ka shumë musliman sot që e bëjnë këtë ittiban nga momenti që bëjnë ihram. Pra që momenti që bë ihramin, njetin atje e vazhdo ta mbajë atë ashtu. Jo, kjo nuk është prej synetit. Kjo nuk është prej synetit. Nuk është as para tawafit, as mas tawafit. Është gjatë tawafit. Gjatë tawafit. Kjo është fjala e Sheikh Uthayminit. Kurse Sheikh Albani Allahu më shëroft thot, Sheikhu thot nuk është prej sunetit, kurse Sheikh Albani thot, mbasi tregon se çfarë është ittibaja, thot është bidat para tawafit ose mbas tawafit. Pra po e bëre para ose mbrapa, Sheikh Albani thot që është prej bidatave. Sheikhu Themini thot se është prej sunetit. Ta keni parasysh. Dhe gjithmonë mos harroni atë që kam thënë që në fillim, mos shihni çfarë bëjnë njerëzit. Mos shihni çfarë bëjnë njerëzit, shihni si është syneti, qartë. Pastaj thot, gjëja tjetër që është e pëlqyer në tawaf është ar-ramal për burrat, hecja e shpejtë. Sa dietar kanë thënë, pra Sheikhu Themini thot hec është fuqishëm, nxiton, por se pa e hapur hapin. Sa dietar tjerë kanë thënë është hecja e shpejtë me hapa, pra jo me hapa gjatë ose të mëdhenj, sepse kjo bëhet vetëm te 3 rrotullimet e para, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë dhe shokët e tij e kanë bërë në atë që quhet Umratul Qada. Thot, dhe ka ardhur hadithi Ibn Umerit radhiyallahu an, që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur bënte tawaf në haxh edhe në umre, thoshte bënte këtë remel te 3 rrotullimet e para, pastaj ecte te 4 të tjerat. Ecte te 4 të tjerat. Hadithi Xhabrit i gjatë që transmeton Imam Muslimi për haxhin, thot derisa shkuam te Qabja, e prekëm pra gurin e zi, thot dhe bëri remel, këtë ecën e bëri tek 3 rrotullimet e para dhe eci te 4 tjera. Kurse për gratë kjo gjë nuk ndodh. Ka thënë Ibn Mundhir rahimahullah, pra një xhma, pra nuk duhet ta bëjnë gratë të gjë. Ka thënë Ibn Mundhir një xhma rahimahullah, thot ka rënë dakord dietarët se nuk ka remel për gratë, thot rreth Qabes dhe as në Safa dhe Merwa. Këtu pra do flasim diçka kur lexojmë nga Sheikh Albani rahimahullah. Do t'ju them këtu, që ta keni parasysh, që të mendoni mirë për dietarët e sunetit. Për shembull, kur shihni që një dietar ka transmetuar ose ka përmend që këtu ka ixhma dhe vjen dikush tjetër për dietarëve, mund të ketë mendim tjetër që e kundërshton këtë, ai nuk niset nga që do me kundërshtu ixhmain. Jo, aty ndoshta ju bëhet qartë dhe me dije që ai ka studiu fen Allahu xhelalu ala, që te kjo çështje realisht nuk ka ixhma, por se ka khilaf. Dhe si pasojë ai anon diçka tjetër, siç do vi për shembull te kjo çështje remel, kur ta sqarojmë nga Sheikh Albani Allahu më shërof se çfarë mendimi ka. Pastaj thot, ne kemi folur për origjimin e Sa'it mes Safa dhe Marwa, tani thot origjina e remel kush është? Thot se pejgamberi, ngjojeni tani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij kur erdhën për umrën e Qadas, që në vitin e 7, sepse te viti 6 i ndalun, vitin e 7 hijretit, mushrikët thanë, do ju vinë disa njerëz, do ju vinë një popull që i kanë dobësuar ethet e Yathrib. Pra, Yathrib emërtonin me këtë emër kë Medinën. Pra mushrikët tani thanë,
Këta po vinë nga Medina dhe janë lodhur, i ka dopsuar, i ka ethet e Medinës. Qartë? E qunin Yathrib Medinën. I urdhoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjojeni që të bonin këtë remel te tawafin e tyre, te tre rrotullimet e para, që të shfaqnin fuqinë e tyre para kufarëve. Ka transmeton Buhari dhe Muslim. Thot shehu, dhe ky është shembull i hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që lufta është mashtrim. Pra të lejohet gjatë luftës që të bësh pra mashtrim, me mashtruar mikun, se janë luftë. Qartë? Të thot hadithet transmeton Buhari dhe Muslim. Pastaj kjo remel thot u pohua, u miratua, vazhdoi si gjykim me veprën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij në haxhin e lamtumirës, siç ka ardhur thotë dy hadithe që përmendëm më përpara, të Ibn Umerit dhe Xhabir. Thot tani Umer radiallahu an ka ndodhur te Umratul Qada, pastaj është bërë te haxhi i lamtumirës. Ngjoni ça pyetje i ka parashtruar Umer radiallahu an vetes. Thot pse ne po vazhdojmë duke bërë remel, sepse në atë kohë ne thot na shifshin mushrikët, ndërkohë që tani Allah xhelalu ala i ka shkatruar. Ndodhi që Allah i shkatroi mushrikët. Pra, pse po vazhdojmë ta bëjmë këtë te tre rrotullimet e para ne të ecim çfarë? Të ecim shpejt, ka thënë, gjojeni si është përgjigj, është diçka që e ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ne nuk duam që ta lëmë atë. E ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ne nuk duam që ta lëmë atë. Gjojeni shehu dhe minin çfarë thot, prapë njëjtë gjë, se ky është përmbajtje e këtij transmetimi. Thot Allahu më shiroft, a vazhdon ky gjykim apo është ngritur? Thot ky gjykim vazhdon, është ngritur me kuptimin është anullu. Thot ky gjykim vazhdon. Umer radiallahu an ja ka parashtruar këtë pyetje vetes tij dhe ka thënë, pse po vazhdojmë me remel ndërkohë që tani na dha Allah xhelalu ala krenari, na dha fuqi, mushrikët u shkatrun. I shkatroi Allahu xhelalu ala, thot, pra ai është i përgjigj prap vetes, kjo është diçka që e ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ne do ta bëjmë. Pra, kjo ka ndodhur haxhin e lamtumirës kur shkaku që e boni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët u largua, që është pra që mushrikët mërziten, zemrohen, që mushrikët të mërziten, zemrohen me fuqinë që Allah xhelalu ala i ka dhënë muslimanëve. Që ta kuptoni, kjo ka ndodhur, pra ku e kanë bërë remel, ata ishin ul, mushrikët ishin ul me i vend, qëndronin me i vend dhe i shifshin. Në fillim ata ku e kanë bërë remelin e kanë bërë nga Gurizi deri te Ruknul Yamani. Pra nga cepi Gurizi deri janë rrotullu, kanë ardhur deri te Ruknul Yamani. Pastaj nga Ruknul Yamani te Gurizi ata hesnin sepse mushrikët nuk i shifnin. Kjo ka ndodhur në Umratul Qada që ta keni parasysh. Qartë? Pastaj në haxhin e lamtumirës pejgamberi sa me boni të tre rrotullimet e para tek gjithë rrotullimi, qartë? Kjo është çështja e ittiba që dini origjinën si ka ndodhur fillimisht, pastaj çfarë ka ndodhur më pas. Tjetër, dyshim, siç mund vi dyshimi gjatë namazit, mund vi dyshimi tek rrotullimet e tawafit. Thot Allahu e rujt dhe është shpërblet, thot, nëse personi dyshon në rrotullimet e tawafit, thot, mbështetet tek ajo që ai anon më shumë. Nëse se ka këtë gjë, nuk ka anim, atëherë thot, mbështetet tek siguria. Siguria kush është? Merret si kemi thënë të rekatet, merret numri më i vogël, më i pakët. Thot, dhe siguria që të merret numri më i pakët. Për shembull, nëse personi bën 5 rrotullime, dyshon te i 5-ti, a është i 5-ti, a është i 6-ti, nëse ka anim se ai është i 6-ti, mbështetet tek ai, pra tek animi. Nëse nuk ka anim, atëherë mbështetet tek siguria që është më e pakët. Pastaj thot, nëse, pra duke bë tawaf, thirret ikameti. Pra, je duke bë tawaf kohë namazi. Thot, nëse thirret ikameti për namaz dhe ai është gjatë rrotullimit në tawaf, të falet dhe pas namazit e plotson tawafin aty ku e la, aty ku qëndroi. Thot ka përmend ixhmain për këtë gjithashtu Ibn Mundhir rahimahullah. Pastaj thot, është e pëlqyer për atë që bën tawaf, që kur të mbaroj tawafin, të shkoj te mbas maqami Ibrahim dhe të fali 2 rekate, të lexojë në të me surat Kul ya ayyuhal kafirun
dhe kul huwallahu ahad, siç janë dy sunetet e sabahut. Nëse ka mundësi, pra të falet mas mekami Ibrahim. Nëse s'ka mundësi, mund të falet çdo vend në xhami. Ka përmend hadithin e Abdullah ibn Umayrit radhiyallahu anhuma, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra kur erdhi, bëri tawaf në Kabe 7, pra boni 7 rrotullime, thotë dhe u fal mbas mekamit 2 rekat, pastaj doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejt Safas, e transmeton Buhari dhe Muslim. Pastaj thotë, është e pëlqyer që të pihet ujë prej Zemzemit, që tregon origjinën që pra ku e ka origjinën që kur Allahu xhallahu ala pra ka bërë që të burojë ujë Zemzemit, Ismailit alayhi salatu wassalam dhe nënës tij Haxher, ne për këtë kemi përmend hadithin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pirë dhe ja ka hedhur kokës tij në haxhin e lamtumirës, pasi ka fal pra 2 rekate. Pastaj tregon hadithe që kanë ardhur për ujin e Zemzemit. Do t'ja u lexoj të fjala Sheikh Albanit Allahu më shëroft, thot ka përmend fjalën e Imam Ibn Qayyim, ka thënë Imam Ibn Qayyim, uji i Zemzemit është pra maja e ujit, është zotria e ujit, është më i miri, më me vlerë, thot dhe më i dashur tek nefsi, thot pra dhe shumë i vyer. Pastaj thot mundet që ai që bën haxh dhe ai që bën umre të marrë prej ujit Zemzemit, drejt pra ta marrin në vendin e tij, pra ose ta çojnë vend tjetër pa problem, që të pi prej tij dhe ta përdori si kurim, t'ja udhuroj dikujt tjetër dhe është nga dhuratat më të mira sepse është ujë i begat në të ka shërim. Ka ardhur transmeton Tirmidhi rahimahullah me zinxhir pra të mirë nga Aisha radhiyallahu anha se ajo ndarte prej ujit Zemzemit dhe lajmëronte se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mbarte prej ujit Zemzemit. Pra merrte me vete. Pra pastaj sheku vazhdon me sajin. Ty lexoj diçka këtu nga Sheikh Albani Allahu më shëroft. Mbasi tregon pra çështjen e hadithet i tham për gurin e zi, për çështjen e tawafit, për çështjen e remel, e tiba. Pastaj thot që te Ruknul Yamani e prek me dorën e tij çdo tawaf, nuk e puth, nëse nuk e prek, nuk bën asgjë me shenjë. Pastaj thot ka përmendur që tawafi nuk ka ndaj dhikët veçantë, mund të lexoj prej Kuranit, prej dhikit çfarë do. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tawafi në Kabe është namaz, por se Allahu xhallahu ala ka lejuar që ti të flasësh në të, kush flet në të mos flasi vetë se hajër, dhe në hadith në transmetim tjetër ka thënë paksojini në të fjalë. Pra dhe kjo, prandaj po ja u lexoj që ta keni parasysh. Pra duke bën tawaf, mos voj aty ti gjesh muhabetet e dynjas apo fjalë të kota tjetër më radh. Pra dy hadithe, një ose dy transmetime. Një transmetim ka thënë kush flasi mos flasi vetë se hajër. Një transmetim tjetër ka thënë paksojini fjalë. Pra merret robi me dua, me dhikr, me lexim Kuranit, siç është. Gjithashtu që nuk lejohet që të bësh tawaf la kuriq, siç ka ndodhur me mushrikët Allahu në rujt dhe as femra që është me zakona, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk lejohet që të bëj tawaf ai që është la kuriq. Gjithashtu i ka thënë Aishës radhiyallahu anha, bëj çdo gjë që bën haxhiu përveç se mos bësh tawaf në Kabe dhe as mos falesh derisa të pastrohesh. Pastaj tregon që ta kesh parasysh thot kur të mbarosh rrotullimin e 7, mbuloje shpatullën se do falesh. Shtesa që ka thënë sheku këtu është që ta lexosh këtë ajetin, wa qara. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shkoi te maqami Ibrahim e lexoi këtë. Ç'a lexoi? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Tregon njëjtat sure, pra siç u tha, kul ya el kafirun kul huwallahu ahad, thot, pra duhet që mos lesh dikën që të falet, që të kaloj para te kur je ti duke u falur. Siç pra kanë ardhur hadithet. Pastaj ka përmend hadithet për ujin e Zemzemit, pra mbasi të mbarosh namazin, thot shko dhe pi prej ujit Zemzemit dhe ja hedh kokës. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, uji i Zemzemit është për atë që pihet për të. Pra që me atë niyet që ti ke, për atë që e pi, për shembull, mund ta pish me niyetin që Allahu t'i japi dije, me niyetin që Allahu shëroi t'i japi shëndet, etj me radhë. Ca dietar kanë thonë e pi me niyet, për shembull siç ka ndodhur nga disa imamllaj që ka pi që Allahu t'i japi dije ose duke bë dua. Pra bë dua ose për që Allahu t'i japi dije ose t'i japi radhë. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që uji i Zemzemit është i begat, është i bereqetshëm dhe ta'amu tu'am. Çfarë do thotë kjo? Thonë dietarët këtu që e bën që të ngopet personi që e pi atë
ashtu siç ngop ushqimi. Siç ngop pra ushqimi, ngopet ai person që pi prej ujit Zemzemit. Ka ardhur një hadith, pa u zgjat po t'ja tregoj, hadithi e Abu Dharrit radhiyallahu anhu, duket se kemi përmend edhe herë tjetër, ka ardhur te Muslimi ku ai thot, pra, sepse mushrikët e kanë rraf, ai ka ardhur me taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra të informohet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj Allahu xhallahu ala e ka udhëzuar të jamrat, ata e kanë godit derisa e kanë gjakos, ka qenë duke lar gjakun radhiyallahu anhu arda, thot, pastaj thot shkova te Zemzemi, lava gjakun dhe piva prej ujit Zemzemit, thot, i tregon atij që i tregon hadithin. I thot që kam qëndruar 30 ditë dhe net, thot nuk kam pas ushqim përveç ujit Zemzemit. Thot u shndosha aq shumë sa mu bë barku pal. U shndosha, thot aq sa mu bë barku pal. Qartë? Ky është hadithi që ta bashkangjisim pra këtij hadithi që ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të bëhet më e qartë. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, uji më i mirë mbi sipërfaqen e tokës është uji i Zemzemit, në të ka ushqim, pra ngopje dhe ka shërim për atë që është i smur. Qartë? Kalojmë te Safa dhe Marwa, sa'i mes Safas dhe Marwa. Pasi pra personi mbaron umrën, tawafin e umrës, mbasi personi mbaron tawafin e umrës, shkon që të bëj sa'i mes Safas dhe Marwas. Gjithashtu, dhe ai që është qarin dhe mufrit, pa që ka qiran ose ifrad, dhe ata mund të bëjnë sa'i mbas pra tawafit kudumit, tawafit që bëjnë fillimit, dhe ata bëjnë sa'i. Thot, atyre gjithashtu, pra mund që çfarë bëjnë që ta vonojnë sa'in mbas tawafit ifada. Pra çfarë do të thotë? Personi që bën është mutemetti, personi që është mutemetti ka 2 tawafe dhe 2 saje. Kurse personi që është qarin dhe mufrit ka çfarë? Mund ta bëj ka tawafin e haxhit, ka dhe sa'in. Sa'in tani mund ta bëj o mbas tawafit fillimit, se për qarin ky tawafi që boni tani, thon dietar që është mustahab, është i pëlqyer tawafi që boni. Atëherë këtë sa'in mund ta bëj pra mund ta bëj gjatë këtij tawafi ose mund ta lej për ditën e pra kur të bëj tawafin ifade e bën mbas tawafit ifade. Pra ka 2 mundësi. O tani, pra kur është në këtë moment, ose mbas tawafit ifade. Do thotë që po e boni tani, kur të vi tawafi ifade që është tawafi haxhit, bën vetëm tawafi, nuk bë më sa'i. Ndërkohë që ai që është mutemetti ka numrat tawaf dhe sa'i, ka dhe pra për barom, dhe mbas baromit ka tawafin e ifada dhe sa'in. Ka 2. Prandaj po thotë që ta kupton ç'është duke thënë, thotë dhe ata mund ta vonojnë sa'in mbas tawafit ifada. Tawafin ifada gjitha këto tani keni parasysh nëse kujtoni gjithë çfarë? Shtyllat dhe obligimet, Qartë? Thotë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë haxh qarin dhe ai ka bë sa'i mes Safas dhe Marwas pas tawafit kudumit, pas tawafit fillimit, siç ka ardhur te hadithi Xhabir. Thotë dhe ne përmendëm të shtyllat e haxhit dhe të umrës. Qartë? Pastaj thotë, më parsore është që sa të mbarosh tawafin, bësh sa'in, pra mos vonohesh. Ama nëse e vonon sa'in mbas tawafin, për nevojë nuk ka problem. Pra, mund të që personi për shembull mbaroj tawafin, qëndroj, qetësohet, iki qetësohet, pastaj bëj sa'in me Safa dhe Marwas? Thotë, është e lejueshme. Më mirë që ta bësh direkt, sa mbaro tawafin, shko bën sa'in me Safa dhe Marwa. Ama të lejohet që ti çfarë ke hapësirë mes tyre të dyjave. Ngjoni çfarë thotë shefu, pra, nëse është për nevojë nuk ka problem. Ngjoni çfarë thon dietarët e tjerë që të keni parasysh të, thotë Shebi Mbazi Allahu më shiroft, nuk ka problem nëse e vonon sa'in. Për shembull, ngjoni çfarë po t'jep shembull. Për shembull, bën tawaf sot, kurse sa'in e bën nesër. Ngjut. Thotë nuk ka problem nëse bën tawaf sot edhe sa'in e bën nesër. Ose bën tawaf në fillimin e ditës dhe bën sa'in në fundin e ditës, nuk ka problem. Ama më e mira është që pasi mbaro tawafin bësh Safa dhe Marwa, qartë? Sa'i me Safas dhe Marwas është 7 ecje, fillon me Safan dhe mbaron me mbyllet me Marwan. Thot nga Safa në Marwa, pra Safa është këtu, Marwa është këtu, nga Safa në Marwa është 1.
Nuk është shkosh në Safa, Merwa dhe të vish një, jo, nga Safa në Merwa një, nga Merwa kthej Safa bëhen 2. Këtë ta keni parasysh, Kur të afrohet e Safa, thot, pra që të filloj afër kur afrohet për të filluar sajin, aty kur afrohet, lexon inna Safa wal Marwata min sha'airillah, nabda'u bima bada Allahu bih, filloj me atë që ka filluar Allahu me të. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë gjë, pra siç ka ardhur te hadithi Xhabir. Thot kuptimi i kësaj është se Allahu xhallahu ala te ky ajet ka përmendur Safan, pastaj Marwan dhe ne fillojmë me Safan, pastaj me Marwan. Çka ka Safa dhe Marwa? Kur ti shkon nga Safa në Marwa, ka dy shenja jeshile aty. Pra ka dy shenja jeshile, pra kanë fillim dhe mbarim mes Safas dhe Marwas, aty personi duhet të eci sa më shpejt këtë mundësi. Pra të eci më shpejt. Mundësisht pra sa më shpejt që të ketë mundësi. Pa ku ketë kujdes gjithmonë që mos të marrë njerëz përpara, mos dëmtoj njerëzit e tjerë më radh. Pra aty thot të eci të shpejtoj mes këtyre dy shenjave jeshile. Dhe e mani mend origjinën e kësaj te nona Ismailit alayhi salatu wassalam. Me qëram këtu, është që Sheikh Albani pyet diçka këtu te rremel që ju si më thonë ju thashë do ta them. Shifet e çështja rremel, mbasi ka përmend këtë që ka rat dakord që nuk kanë rremel gratë në pra rreth Qabës dhe as në Safa dhe Marwa, ti që u thash, kthehem pak te Sheikh Albani, thot Mejmu, te libri Mejmu në Uajt rahimahullah tregon që çështja ka hilaf të Shafiit. Ka përmend thot që ka dy fjalë. E para thot që është e saktë dhe thot shumica e dietarëve, kurse fjala e dytë është se nëse bën saj gjatë natës dhe s'ka njeri aty, është e pëlqyer që ajo ta bëj këtë gjë si burrët. Çitë? Ka këtu është bë diçka tjetër. Sa dietar kanë përmend që ka ixhma që ajo nuk bën rremel në Safa dhe Marwa. Sheku thot, Newawi rahimullah ka përmend te mëdhëbi Shafii që ka për dietarëve që nëse nuk ka njeri aty dhe femra është vetëm, mund ta bëj çfarë këtë hecjen me shpejtësi. Pse? Se origjina thot kush e ka bërë këtë në fillim? Haxher, çfarë është Haxher? Është gru. E kuptot? Prandaj herë i dietar mund të shohë që dikush ka përmend ixhma, vjen dietar tjetër thotë jo, ka hilaf, ka dikush tjetër që ka nuk janë ixhma, nuk ka rënë dakord, ka dikush që ka kundërshtu. Atëherë ky dietari vjen anon nga kjo fjalë. Anon nga kjo fjalë që nëse s'ka aty, normal tani është shumë vështirë, po komo përpara mund të jetë pas, etj më radh. Pra e tregojnë këtë çështje. Thotë Sheku ndoshta kjo është më afër, sepse origjina e ligjërimit sajit është që ka qenë Haxher nona e Ismailit. Ka qenë Haxher nona e Ismailit, qartë? Pastaj thotë në çdo ecje që bën, qëndron Safa, qëndron dhe në Merwa, i drejtohet kibles, e veço Allahu xhelalu ala me adhurim bën tekbir dhe pastaj ka përmend duan që bëhet aty, do të lexoj nga Sheikh Albani. Këtë thotë nuk ka saj dhikër të veçantë dhe as dua të veçantë, nëse ai person që bë saj thotë e përmend Zotin e tij, bën dua, lexon Kur'an, e njëjta gjë siç u tha në tawaf. Gjithashtu thotë nuk është pra kusht për sajin që t'jesh pra me abdes, sepse s'ka ardhur argument për këtë, ka thënë Ibn Mundhir në ixhma, ka rënë dakord gjithë dietarët se ai person që bën saj me Safat dhe Marwat pa qenë pa qenë i pastër, pa abdes etj më radh, kjo thot i mjafton atij, është sakt për të. Pastaj thot origjina e sajit është vepra e Haxher nonës Ismailit. Gjithashtu thot që saji nuk bëhet vetëm haxh dhe umre. Vetëm haxh edhe umre. Nuk mund bësh saj nafile, sepse s'ka ardhur argument për këtë. Kurse tawafin mund ta bësh. Pra kjo Safa dhe kjo saj me Safas dhe Marwas bëhet vetëm në haxh e në umre. Kurse tawaf mund bësh gjithmonë. Nuk bëhet vetëm gjatë haxhit dhe umrës. Mund bësh tawaf nafile në çdo kohë, çdo moment. Qartë të vi hadithi, nuk e di jo këtu më mbrapa që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka porosit. Pra i ka thënë, mos ndalonin këtë qabën, këtë shtëpi, dikën që bën tawaf në çdo kohë doj, natës apo ditës. Ama Safa dhe Marwa, saj me Safa dhe Marwa nuk ka kështu me po bëj Safa dhe Marwa nafile, jo, nuk bën qartë. Kur lexoj këtu diçka te duaja, se duhet të them diçka te duaja. Kur vjen te duaja, se shehu e ka bën më detajuar me thotë, drejtohet Sheikh Albani Allahu më shëroft. Drejtohet nga qabja dhe thot
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 herë. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, ka ardhur kjo shtesën sa transmetime, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu ka i shtes yuhyi wa yumit. Do sa vene shifni pak këtë. Shehu i ka përmend ato, i ka bashku transmetimin që kanë ardhur. Gjithashtu, la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Sa transmetime janë la ilaha illallah wahda. Keni dy shtesa që kanë ardhur nga transmetime të tjera. Edhe herë, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. E thot këtë gjë 3 herë dhe bën dua mes saj. Kjo është duaja që bëhet në Safa dhe Marwa, drejtohesh nga Qabja dhe e bën këtë dhikr dhe bën dua në mes. Sa dietar kupton nga fjalët e tyre që e bën ende dhikrin e duan 3 herë. Kurse ajo që thot Sheikh Uthemini Allah më shërof thot, ajo që kuptohet nga ky hadith është pra që duaja bëhet 2 herë, kurse dhikri bëhet 3 herë. Pra e thu këtë, bën dua. E thu këtë, bën dua, pastaj thu dhikrin, këtë që u përmendu, pastaj çfarë? Largohesh, vazhdon. Kurse ca dietar thon, e thu këtë, bën këtë 3 herë me gjithë dua. Pra Allahu alem let kuptosh që edhe duaja bëhet 3 herë. Ama Sheikh Uthemini thot që ky dhikr bëhet 3 herë, pra bëhet dhikri, bëhet duaja, bëhet dhikri, bëhet duaja, pastaj bëhet dhikri dhe s'ka më dua, vazhdon. Qartë? Qëndrojmë pak te kjo, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, besoj kjo është e qartë, u përmend dhe telbia, s'ka të adhuruar me drejt përveç Allahut, s'ka ortak ai. Pra ati takon sundimi, ati takojnë falenderimet dhe lavdërimet, ai është pra ai që t'jep jetë, ai që t'jep vdekje, ai është për çdo gjë i gjithfuqishëm. La ilaha illallah wahda, pra s'ka të adhuruar me drejt përveç Allahut xhallahu ala, që s'ka ortak, dhe i thon tu ortak, s'ka shok, s'ka ortak as, siç e përmendëm te telbia, as rububie, as në uluhie, as në asma wa sifat. Qartë? Ktu, pra te kjo duaja tjetër, ose te kjo pjesa tjetër, anjaza wa'dahu, e kanë komentuar dietarët këtu, thot anjaza wa'dahu, pra e mbajti premtimin e tij që do t'i ndihmojë besimtarët, e mbajti premtimin që i dha dërguari i tij sallallahu se Allahu nuk e thyen, inna Allah la yukhliful mi'ad. Allahu nuk e thyen premtimin. Thot, pra Allahu xhallahu ala i kishte premtuar të dërguarit i tij që çka ka thënë ajeti, la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Do të hynin në xhamin haram në Qabe, inshallah, fjala inshallah këtu është për sigurisht muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Pra duke ruajtur kokën tuaj, pra flokët, e kuptohet, dhe duke i shkurtuar. Këtë premtim Allahu e mbajti dhe ata hyn. Qartë? Kjo anjaza wa'da, çfarë do thotë? Wa nasara abdahu, e ndihmoi robën e tij. Thot kjo përfshin çdo rob prej robërve të Allahut që i bindet Allahut, hecën sipas urdhave të Allahut, Allahu xhallahu ala ta e ndihmon. Ka përmend ajetin inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Pra, me të vërtetë ne do t'i ndihmojmë të dërguarit tan dhe ata që besuan, pra si në jetën e kësaj bote dhe ditën kur do ringjallen, do çohen dëshmuesit. Wa hazama al-ahzaba wahdahu, pra ai është xhallahu ala që pra i mposhti. Ahzab thot, a janë ata që u mlodhën luftën e Hendekut? Pra, siç ndodhi thot luftën e Hendekut, se quhet Qisatul Ahzab, që është surja Ahzab, pra Allahu xhallahu ala i mposhti ata, u mblodhën, pra u grumbulluan duke i mbledh shirku, kufri e kota, dhe Allahu xhallahu ala, siç ka thënë, ka përmend ajetin, duan ta fikin pra dritën e Allahut me gojet, me gjuhët e tyre, por se Allahu e plotson dritën e tij, Allahu xhallahu ala i mposhti ata. Thot, siç ka ardhur thot te historia e Ahzabit, ata u mblodhën për të luftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e rrethuan atë në Medinë, pra ishin 10.000 veta, ndërkohë që Allahu xhallahu ala i mposhti ata, pra duke i çuar dërguar atyre erë dhe ushtri, ata thot u shqetësuan, u sikletosën derisa u mposhtën, thot, ama është kjo thot, apo është thot, pra është e veçantë vetëm për luftën e Hendekut, apo është e përgjithshme? Pra që Allahu xhallahu ala është ai që imposh gjithmonë kundërshtarët e të vërtetës, armiq që mblidhen kundër të vërtetës, thot, pra ajo që është më parsorë është që të jetë e përgjithshme, është e përgjithshme, jo vetëm për luftën e Hendekut. Sheikh Albani këtu ka përmend nga
koment, thot nga Neovi rahimahullah, thot, pra Allahu xhallahu ala imposhti ata pa luftë për bijve të Ademit dhe as një shkak për shkaqeve të tyre dhe qëllimi me Ahzab këtu janë ata që u mblodhën, pra u bashkuan kundra dërguarit sallallahu alaihi wasallam ditën e Hendekut. Qartë? Kjo është për sa i përket duas, dhikit që bëhet këtu, për sa i përket a bëhet tek e fundit ja u tregova të çështja e tawafit. Pastaj ka përmend një hadith, thot Isau, pra boni saj, se Allahu xhallahu ala ja ka obliguar ju këtë. Gjithashtu të ato dy shenjat jeshile që kanë ardhur, thot djathtas dhe majtas, personit të, si më thon, vrapoj, si më thon, të eci shumë shpejt, pra nga shenjat e tjetra, siç ka ardhur hadithi që kjo nuk bëhet vetëse duke ecur shumë shpejt. Tek Merwe bën një njëjtën gjë, siç bonin Safa. Thot Merwe përfundon, pra është e fundit. Tjetra do bie këtu lejohet që personi ta bëjë këtë gjë duke qenë i hipur mbi kafsh. Dhe ecja ka qenë më e dashur, më e pëlqyer tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për sa i përket çështjeve duas dhe dhikrit këtu te Safa dhe Merwe, Sheikh Abadi tha që s'ka ardhur. Ana Sheikh Albani rahimahullah thot, ka ardhur nga disa selef, ama nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ardhur diçka. Ka ardhur selef thot nga kush? Nga Ibn Mesudi, nga Ibn Umeri radhiyallahu anhum, që ata bonin saj këtë dua: Rabbi ighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbi ighfir warham innaka antal a'azzul akram. Thot nëse bën këtë dua gjatë sajit, pra Allah më falë, më shiro. Thot nëse bën këtë gjatë sajit, thot nuk ka problem se ka ardhur nga disa prej selefëve. Shihni dhe ka përmend se kujt prej sahabëve ka ardhur. Pastaj thot kur mbaron atë ecjen e 7 shkurton flokët dhe me këtë mbaron umra e tij, pastaj i lejohet atij gjithçka që kishte ndaluar gjatë ihramit. Kuptohet për atë që është mutametti, për atë që është mutametti. Pastaj thot është ruajtja ose shkurtimi, pra që është obligim për obligimeve të haxhit dhe të umrës, siç e përmendëm. Thot, ngjojeni tani. Ruajtja është më e mirë se sa shkurtimi kur personi pra bën umre kur nuk është mutametti. Ose kur bën ihlalin rastin kur është haxhi. Ama thot min el haxh, kur bën atë të haxhit, kuptohet, kur i lejohet. Thot ose kur bën umre veçmas. Bën umre veçmas, më mirë që ti rush flokët. Tani po kur je mutametti, kush është më mirë? Thot kurse personi që është mutametti, nëse ka hapësirë, ka kohë të madhe që ati mund t'i bin flokët, atëherë mund ta ruaj atë. Ama nëse koha është e shkurtër, nuk i dalin flokët, atëherë më mirë është këtu, ç'a të bëj? Bëj shkurtim që rrujtjen ta le për ditën e Baramit. Qartë? Pra këtu i shkurton, pastaj atje e ruan kokën e tij. Tregon për prej sahabëve, edhe këtu Sheikh Albani ka përmend, Allahu më shëroft, thot syneti më e mira këtu për atë që është mutametti është që ti shkurtoj flokët e tij dhe mos ti ruaj. Ti ruaj thot ditën e Baramit, mbasi ketë mbaruar veprat e haxhit, siç ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah e tjerët. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Allah mëshiroj ata që i ruajnë kokën flokët e tyre 3 herë dhe ata që shkurtojnë 1 herë, thot ky hadith komentohet për atë që s'është mutametti, siç është ai që është qarin, ose pra qarin, se ky e ka ditën që do i ruaj ditën e kur? Ditën e Baramit. Thot ose ai që bën umre veçmas, ajo fjalë që thonë që ti ruash fal qawl bi anna al-haqq lil mutamatti afdal, tregon me dhëbin, ai që thotë që ai që bën tamattu më mirë ti ruaj se sa ti shkurtoj, siç është me dhëbi hanefive, nuk është fjalë drejt. Pra këtu thotë më mira që ti shkurtosh, pastaj ditën e Baramit i ruan. Qartë? Këto ishin veprat e umres. Thot shehu këtu mbasi ka përmend hadithin. Thot tregon për sa i përket heqjes gjithë flokëve, thot kjo ç'është, mbasi kur përmend duan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ti po i heq flokët e tua gjitha dhe po e lez bukurimin me këto, thot për t'u afruar tek Allahu. Pra e duke bë Çe duke bë? Pra rob zakonisht flokët i mbajnë për tu, i zgjasin ose i bëjnë për tu zbukuru.
ti për çfarë po i heq, për çfarë po i run, sidomos tu të rrujtja që ka bu dua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra 3 herë ti po e bën këtë gjë për hir të Allahut. Lexoj diçka këtu se rëndësishme është dihet gjëja më e rëndësishme është tauhidi. Thotë Imam Ibnul Qayyim te Zadul Ma'ad, lexoj për ruajtjen e kokës, mbasi tregon te pjesa ku ka fol për mjekësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra se çfarë do bish ka ruajtja e kokës. Pastaj thotë, ruajtja e kokës, pra e flokëve, është 3 llojesh. Afrim tek Allahu, pjesë e një adhurimi, ka raste kur është bidat dhe shirk, ka raste kur është nevojë dhe ilaç. Rasti I parë kur është në haxh dhe në umre, në këtë rast është afrim tek Allahu. Rasti I dytë është kur ti e ruan kokën për dikën tjetër përveç Allahut, siç e bëjnë muridinët për shujukët e tyre, këta që pasojnë sheleret e sufistave. Muridi thon atij që paso verbazi atë shehun. Sa thot dikush prej tyre, unë e ruajta kokën për filanin, kurse unë thot tjetri ruajta kokën për filanin. Është si me thënë bora sejdë për filanin, sepse e heqja e ruajtja e flokëve, pra është për ulje, është adhurim, është prej plotësimit të haxhit. Madje te Shafieiu është shtyll prej shtyllave të haxhit. Tu po tregoni fjalë tjetër për dietarëve, që të kuptosh sa rëndësi ka. Thot, pastaj është prej llojeve të mëdha të adhurimit. Prandaj arabët kur donin ta ulnin, ta përulnin robin dhe donin ta lironin, I ruanin kokën, pastaj e lironin. Për këtë arsye këto shujukët e humbur e kanë bazën e shelerëve të tyre ose ato që janë si sheh, e kanë ngritur mbi shirk dhe bidat. Duan prej muridëve të tyre që t'i adhuroj ata, që pra ta ruaj kokën për ta. Ashtu siç I kanë zbukuruar atyre që të bëjnë sejdë për ta, pra ikin tek ai dhe I bëjnë sejdë. Njëjtën gjë që mund e shefte te krishterët me priftrinë e tyre, e bëjnë këta me shelerët e tyre. Edhe mos që duket shumë larg e kanë pamje, kur shijat kanë hyrë, kanë bërë sejdë. Thot, pra ja zbukurojnë këtë gjë që t'i bëjnë sejdë atyre dhe e quajnë me emër tjetër. Pra I zbukurojnë atyre që të bëjnë zotohen për ta, të pendohen tek ata, të rrofejen e t'i kërkojnë falje atyre, të betohen në emrin e tyre, dhe kjo është që t'i marrësh ata çfarë? Të adhuruar. Dhe ka përmend ajetin që nuk ju urdhëron që t'i merrni me lajket dhe pejgamberët të adhuruar, aty urdhëroi me kufër pasi ju jeni musliman. Kurse për sa I përket pra se çfarë duhet bëj këtu te qethja dhe te shkurtimi, thot ja bëj gjithë kokës, jo vetëm një pjesë dhe ta lë një pjesë. Pra një pjesë kokës ta ruaj, një pjesë ta lë. Thot, shkurtimi mund të jetë me gërshër ose me mjete, kurse ruajtja është me brisk. Për sa I përket femrës, ajo merr nga flokët e saj, nga anët e flokëve të saj, një un mule, pra sa kjo ndarja e gishtit, ju thash, thot që Udhemina përsisht 2 cm, ka ardhur transmetim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nuk ka për gratë ruajtje, por ato ka shkurtim. Ka thënë Ibn Mundhir në Ixhma, ka ra dakord gjithë dietarët se nuk ka ruajtje për gratë. Pastaj vazhdon thot në ditën e 8, ata që janë Mekë, ata që kanë ardhur dhe janë Mekë nga pra banorët e Mekës që duan me bëj haxh, ose ata që kanë ardhur nga larg, ditën e 8 Dhul-Hijjës, që quhet Yawmut Tarwiya, ata pra që janë në vendet e tyre ku po rrin, thot pra do bëjnë ihram aty ku janë, pastaj do shkojnë Mine. Tu tani çfarë do thot ai mund të më atje. Atje tha lebejk Allahumma umratan. Tu do thot lebejk Allahumma hajjan. Pra të janë përgjigjë Allah me haxh ditën e 8. Thot dhe do të shkojnë Mina, pra do falin aty drekën, ikindin, akshamin, yatsin, sabahun, të shkurtuara, jo të bashkuara. Thot se sahabët që ishin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra që bën ihlal, pra u bën halal mbas umrës, e bën këtë gjë, gjithashtu dhe banorët e Mekës. Kurse I dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe ata që ishin pra që kishin marrë kurban me vete, ata qëndruan ihramin e tyre. Thot, ai person që është Mina, pra ka rastisht që të jetë Mina ditën e 8, thot ai e bën ihramin Mina, nuk ka nevojë të zbresi, të shkojnë në Mekë dhe të bëj ihram, pra nga Mekë, e bën aty në Mina ku është. Thot, nuk është e nevojshme, nuk I takon
që të shkojnë tikin ta bëjnë ihramin në Qabe, thot por se thot ta bëjnë aty ku janë. E tregon që nuk është, pra nuk shkojnë mos bëjnë, shkojnë në Qabe që të bëjnë tawaf lam të mire, pastaj të shkojnë haxh, thot e tjera me radhë, jo, këto nuk janë transmetuar. Pastaj thot tjetër, dhe kjo është e rëndësishme. Personi që ka hyrë në ihram në haxh, prej atyre që janë mutametti, pastaj thot i bëhet e qartë që nuk e ka bë tawafin, ose sajin për umre, ose ka lënë diçka prej rrotullimeve të tawafit, ai thot bëhet, pra gjendja e tij kalon duke qenë karin. Sepse thot momenti që ka hyrë ai, pra ka hyrë në haxh, nuk ka më mundësi me bë umre. Pra erdhi dita e 8, hyri pra koha e haxhit, ti tani nëse nuk e ke bë tawafin, nuk e bë umren, ose thot i ke bë por se i ke lënë mangët e tjera me radhë, ti direkt e kalon karin. Sepse s'ke më mundësi ta plotësosh më umren. Siç ka ardhur te hadithi e Aishës, pra që ajo ishte me zakone, i tha këtë gjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot qëndrimin Mina, pra në këtë ditë dhe natën që pason që të jetë dita e Arafatit, natën e Arafatit, thot është e pëlqyer, për këtë ka përmend ixhmain, thot Ibn Mundhir rahimahullah. Ju thash që Sheikh Albani këtu çfarë thot? Është obligim, prandaj robi mos ta le. Pra mbasi personi qëndron në Mina, thot shehu, është e pëlqyer që personi të shkojë nga Minaja drejt Arafatit pasi ka lindur dielli, thot ditën e Arafatit, siç ka ardhur thot te hadithi Xhabrit i gjatë. Thot dhe haxhiu gjatë shkuarjes drejt Arafatit bën tekbir dhe bën telbie. Siç ka ardhur hadithi Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhuma, se shkuan pra me dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam nga Mina në Arafat, dikush prej nesh bonte telbie, dikush prej nesh thoshte Allahu Akbar. Pra dikush thonte lebejk Allahumma lebejk, dikush thonte Allahu Akbar. Thot kur të arrit në Arafat, pra të qëndroj atje, dhe ajo që duhet për haxhiun sigurohet që kur të shkojë në Arafat, të jetë i sigurt që të jetë brenda kufive të Arafatit. Dhe kanë vendosur shenja, fillimi i Arafatit, fundi i Arafatit, personi ta ketë parasysh sigurohet që është brenda Arafatit, sepse qëndrimi në Arafat është shtyll, nuk është, pra nuk ka haxh vetë se nuk ka haxh pa të, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, haxhi është Arafati, dhe ne këtë thot e kemi përmendur. Thot fillon qëndrimi i në Arafat nga koha kur dielli anon, pra nga perëndimi, nga mesi i qiellit drejt perëndimit, pra kur hyn koha e drekës, thot dhe vazhdon derisa të hyjë sabahu. Thot sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar mbas pra zawalit, kjo është fjala zawal, pra kur anon dielli nga mesi i qiellit, thot siç ka ardhur te hadithi Xhabir. Mirë, çështja tjetër është edhe këtu është çështje diskutueshme, por se po ju lexoj nga Sheikh Bin Bazi këtu, pra te kjo çështje diskutueshme, thot Sheikh Bin Bazi Allahu mëshiroft, thot ai person që qëndron në Arafat para kësaj kohe, pra qëndron paradite. Si është çështja e këtij personi? Sepse ne tham që qëndrimi në Arafat është shtyll. Që qëndrosh atje nga mbas zawal deri para perëndimit diellit është deri mbas perëndimit diellit, qëndrosh deri pas perëndimit diellit. Çfarë është? Është obligim. Po mirë, po nëse dikush qëndron paradite, kjo është e diskutueshme te dietar. Thotë që Ibn Bazi Allahu mëshirof, ku qëndron ditën e Arafatit para zawalit, jo mbrapa, para zawalit, para se dielli tanoj nga mesi i qiellit drejt perëndimit, thotë shumica e dietarëve thonë që nuk është i saktë qëndrimi në Arafat. Kurse Imam Ahmedi rahimahullah dhe një grup pra për dietarëve thonë që ai që qëndron në Arafat para dite, para zawalit, është e saktë kjo gjë për të. Pra i vlen kjo gjë. Se te hadithi Urwa ibn Mudarris, ai ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij dhe ka qëndruar në Arafat para kësaj natën apo ditën. Këtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ditën dhe nuk e ka kufizuar. Thot përfshihet edhe mbrapa edhe para. Por se shumica e dietarëve thotë e kundërshtojnë këtë gjë, thot nuk është pra qëndrimi në Arafat duhet bëhet vetëse, pra nuk është i saktë vetëse mbas zawalit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra qëndroi pas zawalit, dhe kjo është thot që të jetë personi më i qetë. Ky është diskutimi që ka përmend shef pra Abadi këtu. Ju ta kuptoni më shumë me fjalën e Sheh
bimbazit Allahut më shëroft. Pastaj thot, kush qëndron në Arafat gjatë ditës, pra kur është koha, thot del prej saj mbasi perëndon dielli, jo para se të perëndoj dielli. Gjithashtu, pra haxhit falin Arafat, ylen dhe ikindin, dhuhrin dhe asrin, fillimin e kohës dhuhrit, drekës, thot shkurtim, bashkim me një ezan dhe me 2 ikamete, me një ezan dhe 2 ikamete, siç ka ardhur te hadithi i Xhabir. E shihni për shumë çështje përmendet hadithi i Xhabir, sepse është hadith i gjatë, pra që përshkruan mënyrën, formën se si ka bëu hax pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është e pëlqyer për imamin dhe zëvendësin e imamit që t'i mbajnë hutbë para namazit dhuhrit, para namazit drekës dhe ikindis, mbajnë një hutbë që t'i sqarojë njerëzit ato që kanë ngelur prej rregullave të haxhit e gjëra të tjera, flasim për gjëra të tjera, duke marrë si shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çështja se si duhet të jetë, agjërues apo jo. Më e mira për haxhit ditën e Arafatit, në Arafat, është që mos të jenë agjërues, sepse kjo i jep atyre fuqi, që të kenë fuqi për të përmendur Allahun, për të bërë dua në këtë ditë të madhe, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar në Arafat, pra nuk ka qenë agjërueshëm. Ka ardhur tek Buhari dhe tek Muslim nga Ummul Fadl bint al-Harith radhiyallahu anha se disa njerëz dyshuan, pra në ditën e Arafatit, a ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjërim apo jo? Dikush tha prej tyre që është agjërueshëm, dikush tha jo, s'është agjërueshëm, dhe unë thotë i çova, dërgova tek ai një gotë apo një enë me qumësh dhe ai ishte mbi deven e tij dhe piu prej kësaj ene. E kuptuan njerëzit se çfarë? Nuk është agjërueshëm sallallahu alaihi wasallam. Kurse ata që s'janë haxh, më e mira, pra është për ta që ta agjërohet dhe ajo është dita më e mirë nafile që ta agjërohet. Pastaj thot, qëndrimi mund të jetë në çdo vend, në Arafat, pra mbrenda kufive, drejtoju nga kibla, e shton personit telbien, dhikrin, duan në këtë ditë madhe, i përgjërohet Allahu xhallahu ala, insiston në dua duke i kërkuar Allahut nga hajri dynjas dhe ahiretit, thot pra që të kënaqet Zoti i tij dhe të poshtrohet shejtani dhe tulet shejtani dhe t'i tregoj prej vetes tij shejtanit diçka që atë poshtron dhe mërzit, normal kur ti afrohesh Allahut, ai poshtrohet dhe mërzitet, thot dhe kjo si e poshtron dhe mërzit atë, duke u penduar tek Allahu me një pendim të sinqert, duke u larguar nga gjunafet dhe kundërshtimet që ti i ke bërë Allahu xhallahu ala dhe mos ta prekupoj veten e tij këtë ditë madhe duke rrotulluar pra nëpër Arafat, duke shkuar tek mali që quhet mali i rahmetit dhe mbihipur mbi të, se s'ka ardhur argument për këtë që ti pësh mbi mal. Ti pësh në mal. Thot, qëndrimi në Arafat ku bashkohen, pra është një bashkim shumë i madh i muslimanëve në adhurimin e tyre, thot muslimani kujton me këtë qëndrimin e krijesave, bashkimin, mbledhjen, grumbullimin e krijesave ditën e gjykimit, ku do mblidhen dhe të parët dhe të fundit, pra siç përmendëm te ihrami, ky bashkim, gjithme janë me një rrobë, janë mbledhur gjithë, robi kujtohet ahiretin që do dalin njerëzit para Allahut xhallahu ala, prandaj përgatitet për këtë qëndrim para Allahut, duke bërë vepra të mira, pra që në to është fitoria e tij dhe lumturia e tij në dynja dhe në ahiret. Vepra të mira kemi thonë, që të quhen vepra të mira duhet të kenë dy kushte, sinqeritetin dhe pasimin e synetit. Ka ardhur për vlerën e ditës Arafatit dhe qëndrimit të, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka një ditë ku Allahu xhallahu ala nuk ka një ditë që më shumë Allahu xhallahu ala liron rob prej zjarrit, pra i largon prej zjarrit, i liron prej zjarrit, se sa dita e Arafatit. Ai afrohet dhe i krenohet me lajkeve dhe i thot çfarë duan këta, për çfarë kanë ardhur këta, thot Sheikhu Themini këtu, kjo fjala pra këtu nuk është Allahu xhallahu ala di gjithçka, por se do me tregu se sa e madhe është çështja e këtyre njerëzve që kanë ardhur këtu, se Allahu e di se çfarë ata duan. Thot dhe se ata kanë ardhur në këtë vend që të kërkojnë falje për gjunafet e tyre, që t'i falen gjunahet dhe të arrijnë mirësinë dhe hajrin, por se kjo, se çfarë duan ata, thot Allahu xhallahu ala di gjithçka, nuk ka asgjë të fshet as qiell dhe në tokë, por se kjo, pra kuptimi i kësaj fjale këtu është që tregohet se sa e madhe është çështja e personave që janë në Arafat. Thot gjithashtu ka ardhur për vlerën e duas Arafatit, fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duaja më e mirë është duaja e Arafatit dhe gjëja më e mirë që kam thënë unë dhe pejgamberët, thot
para meje është la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Gjithashtu ka ardhur ngritja e duarve gjatë duas ditën e Arafatit, siç ka ardhur te hadithi Usamës radhiyallahu an, se kam qenë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Arafat, pra i hipur mbi kafsh, thot dhe ai ngriti duar duke bërë dua dhe thot anoi deveja e tij, i ra kapistra me thon, dhe ai ç'a boni me i dorë thot kapi kapistrën dhe dorën tjetër e kishte të ngritur për të bërë dua. Nuk ka ndonjë dua të veçantë, thot, por se pra përveç asaj që ka ardhur kuptohet. Thot përveç dhikrit që ka ardhur këtu. Thot por se haxhiu ç'a të bëj? Të bëj dhikr Zotit ti lutet atij, të bëj telbie, të lexoj Kur'an, thot, dhe më mirë është që këtë dhikrin dhe duan ta ketë nga ato gjërat që kanë ardhur librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sunetin e saktë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse janë hadithe përmbledhëse dhe robi ruhet nga gabimet dhe rrëshitjet. Thot këtu është e përshtatshme që unë t'ju përmend disa dua dhe dhikr që kanë ardhur librin e Allahut dhe sunetin e dërguarit sallallahu alaihi wasallam të saktë, që duhet që muslimani ose është mirë që muslimani t'i lutet me to Zotit tij, qoftë në Arafat, qoftë Muzdelife, qoftë tawaf, qoftë në saj, qoftë gjitha gjendjet, bëj dua me to thot namazin e tij, sejdën e tij para selamit, dhe ka përmend shumë, pra ka përmend ajete, ka përmend hadithe, pra që personi për shembull Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Këto janë ajete për personi i bën për dua, Rabbana la tuzigh qulubana, ka bë shumë, pra ka përmend shumë, do t'i kalojmë këto derisa ka thënë pra qëndrimi në Muzdelife. Vazhdojmë tek qëndrimi, pra bujtja në Muzdelife. Pastaj thot, mbasi perëndon dielli, ditën e Arafatit drejtohen haxhit drejt Muzdelifes. Dhe ju thasha, vendet si janë, është Mina në fillim, më afër Mekës, pastaj vjen Muzdelife, pastaj është Arafati. Pra çka kanë bë? Ditën e 8 ti ke qenë Mina. Nga Mina ke shku, ke kalu Muzdelifen, ke shku në Arafat. Pastaj po kthehesh në Muzdelife. Pastaj po kthehesh në Muzdelife. Thot, pra drejtohen haxhit në Muzdelife me qetësi, pa lënduar njëri tjetrin, kur të arrijnë Muzdelife, pra do qëndrojnë aty dhe të sigurohen, pra që janë gjithmonë duhet me pa aleimu tahqiq, sigurohen që janë aty mrena kufive. Thot tregon sepse po qëndruan jo në tokën e Muzdelifes, thot janë neglizhent. Njihet thot Muzdelife janë këtë kohë se ka shenja dhe ka shumë drita, pra tek toka e Muzdelifes. Gjëja e parë që personat kur shkojnë në Muzdelife duhet falin thot namazin e akşamit dhe yacis të bashkuara, të shkurtuara, thot me një ezan, me 2 ikamete, thot sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë gjë. Qoftë kjo arrin kohën e akşamit apo në kohën e yacis. Është gabim ajo që bëjnë disa haxhi që momentin që shkojnë në Muzdelife merren me mbledhjen e gurëve, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka bërë këtë gjë. Nuk i ka mbledhur gurët vetëm mbasi është larguar nga Muzdelifeja drejt Mina. Gurët me gjujt ditën e Baramit. Thot, atëherë qëndrojnë dhe bujtin haxhit natën, pra këtë natë Muzdelife deri sabah, siç ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ne përmendëm që është prej obligimeve të haxhit. Thot, ai që largohet nga Muzdelife para gjysmës natës, ai duhet theri një kurban, duhet theri një kafsh, nga ato që kemi përmendur. Thot, dhe nuk i lejohet atij që të bëjë tawafin e haxhit dhe as goditjen e gurëve para gjysmës natës. Nuk ka kjo natë ndonjë adhurim të veçantë që kryhet qoftë namaz apo diçka tjetër, përveç namazit të vitrit që muslimani e fal gjatë gjithë vitit. Thot, mbasi hyn sabahu, fal personi namazin e sabahut, fillimin e kohës, pastaj prokupohet me dhikr dua derisa të zbardhet shumë, po pa lindur dielli, thot, dhe ato që janë dobët prej grave, fëmijëve e tjerë që janë të njëjtë me ta ose si ata, thot, mund të largohen nga Muzdelifeja në fundin drejt Minës, në fundin e natës, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lejuar atyre këtë gjë. Qartë, këto ishin për sa i përket çështjes Muzdelifes. Shehu normal, pra ju thash që shehu çështja e qëndrimit Muzdelife, sidomos namazit sabahut Muzdelife, Sheh Albani ja u thash fjalën, pra patjetër thotë që duhet ta fali namazin e sabahut Muzdelife,
për gjithë haxhit përveç të dobëve dhe grave, atyre u lejohet thotë që të largohen nga mas gjysmës natës, ose i thashë dietar shprehen fundin e natës. Është çështja e Minas. Thotë veprat që bëhen ditën e Kurban Bayramit janë 4. Janë goditja e Xhamratul Aqaba, që ju thash është e fundit, pra është e para që është afër xhamisë nga Minaja, Mesjidul Khaif, pastaj është e mesmja dhe është e madhja e fundit, ai që Xhamratul Aqaba. Thotë therrja e kurbanit, ruajtja e flokëve ose shkurtimi, tawafi i ifadës dhe saj. Për atë që ka saj. Pse thotë për atë që ka saj? Se ai që është qari dhe mufrit, po e pati bo haxhin para tawafit fillimit, nuk bën më saj këtu. Shifini që lidhen gjonat. Ju thash, kur përmendëm umrën, ai që është mutamet, ju thash do bëj edhe tawaf, edhe saj numre. Tawaf edhe saj, haxh. 2 tawafe, 2 saj. Ai që ka qiran, ai që ka mufrit, sa saje do bëj? 1. O te tawafi fillimit, ose mbas tawafit fillimit, ose ditën e Baromit, më mbrapa, se mund bëhet dhe më mbrapa tawafi i haxhit. Thot, pra tawafi i ifadës dhe saj, tawafi i haxhit dhe saj për atë që ka saj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë me këtë renditje. Pra, ka goditur, ka gjuetur gurët, pastaj ka therrur, pastaj ka ruetur kokër, pastaj ka bërë tawaf. Ka bërë tawaf. Tani, disa prej sahabëve e kundërshtuan këtë renditje. E kundërshtuan në kuptimin nuk bën kështu, nuk e bën këtë gjë. Dhe shkuan ta pyesnin, nuk bën këtë renditje që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkuan ta pyesnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ai i tha që nuk ka problem. Pra po u kundërshtu kjo lloj renditje, nuk u bë sipas asaj renditje, nuk ka problem. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë la haraj, pa nuk ka problem. Madje njëri e ka pyet, o i dërguari i Allahut, ngjoni këtë, se do vi për më mbrapa, o i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, unë i kam goditur gurën mbasi perëndoi. Dielli i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka problem. Pastaj është çështja e tahallul, ju thash që janë 2, është i pari dhe i dyti. Me të parin të lejohen gjitha gjonat përveç që janë ndaluar përveç grave, me të dytin lejohen gjitha dhe gratë. Pra, që personi ketë kontakt me gruan e tij. Thot, këto 4 vepra, personi harrin që të bëjë të jetë halal me 3 prej tyre, që janë goditja e gurëve, ruajtja e flokëve dhe tawafi. Sepse këto kërkohen edhe për atij që është mutametti, dhe atij që është qarin, dhe atij që është mufrit. Kurse prerja e kurbanit nuk ka lidhje me tahallul, me u bë halal, sepse çfarë? Kurban e kanë obligim ai që është qari dhe mutametti, kurse ai që është mufrit nuk ka kurban. Kush i bën të treja këto vepra, është bë halal plotësisht, i lejohen atij çdo gjë, madje dhe gratë. Kurse kush bën 2 prej të trejave, ka atë tahallul awwal, të parin që është halal e para, thot, i lejohet çdo gjë përveç grave. Ktu është ajo çështja që ju thash, që ka prej dietarëve, Sheikh Albani e tjerë, që thot ti bësh halal vetëm me goditjen e gurëve. Halal i pari, kuptohet, pra tahallul awwal. Qartë? Pastaj thot shehu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra u largua nga Muzdelifa kur u zbardh shumë para se të lindte dielli dhe gjatë udhëtimit Fadl ibn Abbasi i mblodhi atij gurët, 7 gurë që goditi me to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Xhamratul Aqaba paraditën, duha, paraditën. Thot dhe e gjithë dita është kohë për ti gjuajtur pra Xhamratul Aqaba. Thot dhe më parsore është që tjetë pas lindjes diellit. Thot dhe ne tham që u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë që ka goditur pasi ka perënduar dielli, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë atij nuk ka problem. Ka thënë Ibn Mundhir, një xhma ka rat dakord se ai që godet Xhamratul Aqaba ditën e Kurban Bayramit pasi ka hyrë sabahu dhe para se të lindi dielli, kjo gjë është e saktë. Pra po flet për kohën që nëse dikush godet sabahu ka hyrë po s'ka lind dielli. Thot ka përmend pra që gjithë dietarët thonë që çfarë është i saktë goditja e gurëve të tij. Ama më mirë është mas lindjes diellit se e ngjuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka godit gurët duhan paradite. Thot
ai person që s'ka mundësi t'i godasi gurët, po flasim jemi gjithmonë ditën e Kurban Bajramit, thot ai person që s'ka mundësi t'i gjuaj gurët para perëndimit diellit, thot ai mund t'i gjuaj pas perëndimit diellit. Ka ardhur Muwatta, Imam Malik me zinxhir të saktë nga Nafi, Mola ibn Umar, thot se pra një vajzë e vllajt Safijes binti Ebu Ubejd u thot ishte me lehon Muzdalifa dhe si më thon u vënua ajo dhe Safia derisa erdhën pasi kishte perënduar dielli ditën e Kurban Bajramit. I urdhroi ato Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma që ta godisnin gurët pranë Xhamratul Aqaba kur erdhën dhe nuk i urdhroi me diçka tjetër, pra nuk kishin ata diçka për të shlyer apo thot çështja tjetër. Po mirë, po këta që është dhënë leje që mbas gjysmës natës ose fundit e natës që tikin, që janë doptët, që janë gratë, mund godasin apo jo? Thot, kurse aty që është lehtësuar, ka ardhur lehtësimi për ta që të largohen fundin e natës, thot ata mund ta godasin, thot Xhamratul Aqaba kur arrin Mina, dhe tregon nga Asmaja radhiyallahu anha që kur ne shkuam thot u larguam, pra mbasi ka dhënë leje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, goditëm gurët, pastaj thot u ktheva dhe fala thot sabahun, pra në vendin e saj ku ishte. Gjithashtu Aisha radhiyallahu anha ka thënë që do dëshirosha që unë t'i kisha kërkuar leje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç i kërkoi leje Sauda, një grua tjetër për gratë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta falsha sabahun Mina dhe t'i godisja gurët para se të vinë njerëzit. Pra kjo tregon që ata që para sabahut. Ju thash, domethënë që Sheikh Albani anon nga që mos t'i gjujnë gurët gjithë vetëm mas lindjes diellit. Porse, këto dietarë, Sheikh Abadi, dietarë të tjerë thonë që kjo që i ka dhënë leje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është të godasin gurë në momentin që arrin atje. Pra dhe natën, pa lind dielli, pa hy sabah. Pastaj tregon për çështjen e therrjes kurbanit, pra për devet, lopët, delet, kuptohet dhe dhit këtu, thot kur është kjo, kur e ka kohën, ditën e kurbanit dhe e jamu të shrik, dhe 3 ditët e tjera. Pra kurbani mund të theri ditën e Kurban Bajramit, kurbanin e haxhit këtu, po flasim për kurbanin e haxhit, se ju thash, se më fjalën më e gjet tani, pra atë therin që do bëj këtu, e mund ta bëj ditën e Kurban Bajramit dhe 3 ditë mbrapa. E njëjta gjë si për kurbanin këtu, Pastaj tregon këtë që te hedhësit e kurbani mund pra vlen 1/7 e deves, 1/7 e lopës, pra një deve për 7 veta, një lop për 7 veta. E njëjta gjë siç është te kurbani, Pastaj tregon siç është te kurbani duhet të jetë me të njëjtën moshë, pra delet duhet të jenë 6 muaj, dhit duhet të jenë 1 vit, lopët 2 vjet, devet 5 vjet. Thot mund ta bëjnë këtë therrjen Mina dhe ose në Mekë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Minaja e gjitha është vend therrje dhe gjitha rrugët e Mekës janë vend therrje, pra ku mund ti ta therrësh kurbanin. Normal tani janë organizuar punët atje, ka vend veçantë etj me radhë. Thot personi që është qari dhe mutemetje nuk e gjen këtë kurbanin e haxhit, thot agjeron 3 ditë në haxhit, pastaj 7 tjera kur të kthehet në vendin e tij. Lejohet që këto 3 ditë ti agjeroj pra njëra pas tjetrës ose të ndara. Thot më e parsore është që ta shty agjërimin e këtyre 3 ditëve afër haxhit, pra para ditës Arafatit. Nëse nuk i agjeron gjitha ose disa prej tyre, atëherë mund t'i agjeroj 3 ditët e jamut tashrik, pra datën 11, 12, 13. Këto në origjinë nuk lejohen të agjerohen. Ama për kë është leju që të agjerojnë gjë si ka thënë? Thot ka thënë Aisha radhiyallahu anha dhe Ibn Umeri, të dy kanë thënë nuk i ka lehtësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ditët e tashrikut t'i agjeroj dikush përveç atij që nuk gjen kurbanin e haxhit. Pra këtij lejohet t'i agjeroj këto 3 ditë, pastaj 7 tjera kur të kthehet në vendin e tij. Pastaj thotë është e pëlqyer për personin që therr kurbanin e haxhit që të haj prej kurbanit të tij dhe t'japi sadaka. Thot mund t'i adhuroj dikujt dhe nëse ai që i adhuron është i pasur, pra. Pastaj ka përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te vendi ku therrej, ka therrur me dorën e tij 63, pastaj thot të tjerat e ka dhënë Aliut radhiyallahu an që t'i therte ai, pastaj urdhroi që prej çdo deveje thot merreshe një pjesë, u vendosën në një enë apo në një tenxhere, si më thon, u gatuan dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hëngri prej mishit tyre dhe piu prej lëngut
tyre. Thot që të hash nuk është e obliguar, por se normal është e pëlqyer. Tjetra është thot qethja e flokëve. Qethja ose rrujtja e flokëve. Këtë në thot e kemi përmend te veprat e umrës, e njëjta gjë. E katërta është tawaful ifadha, është tawafi i haxhit, që është shtyll për shtyllave të haxhit, edhe këtë e kemi përmend. Thot, tani prandaj gjithmonë nëse shihni unë hezitosha gjithmonë që t'u tregosha sepse normal që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bë tawafin e haxhit ditën e Baramit, ama personi mund ta bëjë edhe mund ta bëjë ditën mbrapa. Gjë si thotë shehu këtu, është e saktë që të bëhet tawafi i haxhit, thot edhe në ditën e Teshrikut dhe mbrapa tyre. Edhe mbrapa tyre. Kurse nëse haxhiu është qarin ose mufrid, nuk e ka bë tawaf, nuk e ka bë sajin mbas tawafit fillimit, ose nuk ka ardhur ai nuk ka shkuar në Mekë vetëm mbas qëndrimit në Arafat, atëherë ai do ta bëjë sajin mbas tawafit haxhit, sepse ai që është qarin dhe mufrid, ai ka vetëm një saj. Saji i tij ka dy vende, ose pas tawafit fillimit, ose pas tawafit haxhit. Ai që se ka bë, pra minhuma filma, ai që se ka bën në vendin e parë, e bën në vendin e dytë. Kurse personi që është mutamatti, ai thot e ka obligim, pra duhet, dhe thamë atje te shtyllat e haxhit, e ka thot që të bëj saj mbas tawafit ifadha, sepse mutamatti ka dy tawafe, ka dy saje. Ka dy tawafe, dy saje. Pastaj thot qëndrimin Mina ditët e jamut të shrik, ditët e të shrikut. Këtu të Shekh Albani Allah më shëroft, Shekhu thot Allah më shëroft, pra tek çështja e kurbanit, ose para kësaj, te goditja e gurëve, thot, pra personi që do godasi gurët, pra që do godasi Xhamratul Aqaba, thot është e fundit dhe më afër Mekës, i drejtohet asaj, thot dhe Mekën si do jetë më e mira, do me thonë, që Mekën thot ta kesh majtas dhe Minan ta kesh djathtas. Pa kesh, pra Meka thot e ke majtas, Minan e ke djathtas. Ky është pozicioni më i mirë për gjujt, me që është synet. Ama mund gjush çdo lloj pozicioni tjetër, thot e godet me 7 gur si hasal khaf, do me thonë përdorin arabët, kur e marrin një gur dhe e vendosin mes dy gishtave, është pak më i madh se qiqra. Pak më i madh se kokra e qiqrës. Pra kaq duhet jetë guri dhe bën tekbir me çdo gur dhe e mbyll telbien, e ndalon telbien me gurin e fundit. Edhe për këtë ne folëm. Mos ta godasi vetëse pra mbas lindjes diellit, edhe nëse është për garveve, për dobëve që ju është lejuar atyre pra largimi. Shihni ç'është këtu? Pra këtë mendim tash. Ju tha dietar thonë që në momentin që shkon pra personi që ka lehtësim ta godasë. Pastaj thot, kur personi arrin atje godet pra Xhamratul Aqaba, i lejohet çdo gjë atij përveç grave, edhe nëse nuk ka ruajtur apo ka qethur flokët e tij. Qartë? Kjo është çështja tjetër. Ti keni parasysh për Shekh Albani, Allahu më shëroft. Pastaj te çështja e kurbanit ka thonë, pra se ta lexojmë pak, që kemi nevojë dhe ne, për ne që therim kurban, si jemi atje kurbanin e haxhit. Thot shehu, tregon se si është prej sunetit që theren devet atje me radhë, pastaj thot, pra ta drejtosh nga kibla, mirë është prej sunetit që personi vetë ta theri, nëse s'ka mundësi cakton dikën tjetër, e vendos atë në anën e majt dhe e vendos këmbën e djathtë tij tek ana e majtë e asaj, e kafshës, pastaj thot bismillah wallahu akbar, Allahumma inna hadha minka wa lak, Allahumma taqabbal minni. Pra me emrat e Allahut xhalla wala, pra bismillah, kërkon ndihmë prej Allahut, kërkon bereqet prej tij, Allahu është më i madhi, o Allah kjo është prej teje dhe për ty, o Allah pranoje prej meje. Pastaj tregon kohën që është pra arbatu eyamil Eid, 4 ditët e Baramit, ka thënë shehu, dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithë ditët e Teshrikut janë ditë për që personi e therr kurbanin e tij dhe hedhjen e tij, kurbanin e haxhit, thot personi mund të hajë për kurbanin e tij dhe ta marrë me vete, thot gjithashtu ai duhet ushqejt varfrit dhe ata që kanë nevojë,
tregon këtë 7, pra me një deve dhe me një lop mund ta bëjnë këtë gjë 7 persona, tregon çështjet e agjërimit që ne përmendëm. Vazhdojmë të Shihabadi. Thot, personat që janë mina është bujtin mina netët e teshrikut. Thot, ai që do të nxitohet, pra i lejohet të nxitohet, i lejohet kjo gjë, mund t'i kemi më përpara, del nga minaja para perëndimit diellit dhe mbasi ai ka gjuajtur gurët, mbas kohës, koha është, pra mbasi kalon pra dielli nga perëndimi në mesditë, nga mesdita, pra anon nga perëndimi. Thot, pra mbasi ka goditur gurët dhe para perëndimit diellit. Qartë? Ai person që do të vënohet, qëndron edhe natën e 13 dhe largohet mbasi ka goditur gurët, e njëjta kohë kur është. Thot ka përmend ajetin, që për më mirë pra është që personi pra të qëndrojë edhe natën e 13. Personi që qëndron që bujt mina duhet sigurohet që të qëndrojë aty pra shumicën e natës. Shumicën e natës, qoftë kjo shumicë pra nga fillimi i natës ose pra hasalat min awwalil layl aw fi akhirih. Qoftë nga fillimi i natës llogariti ose nga fundi i saj. Thotë qoftë haxhiu këtu rrin gjumë ose rrin zgjut. Pra nuk është të thonë që ti me doj mos me flet gjumë aty, qartë? Mund edhe të rrin zgjut, s'ka problem. Thotë, pra kjo shumica e natës si llogaritet, pra trish më shumë, thotë fimina bima yazid ala nisfil layl. Pra më shumë se sa gjysma e natës. Më shumë se sa gjysma e natës. Si ta dallojmë me gjysmën e natës? E llogarisim nga perëndimi i diellit në hyrjen e sabahut, E ndajmë gjys, e ndajmë mes. Pra fe yakunul hajj fi mina nisfil awwal, pra ti ky haxhiu mund të jetë aty në gjysmën e parë dhe diçka prej gjysmës dytë. Ose mund të jetë në gjysmën e dytë natës dhe diçka nga gjysma e parë. Më mirë për atë person që do të shkojnë në Mekë dhe të bëjë tawaf, që tjetë kjo, thot mbas gjysmës natës, sepse kur shkon në fillim të natës, mund vënohet dhe ikën qëndrimi pra në Mina. Pra po thot rish më shumë se sa gjysma e natës. Nëse do thot me shku në Mekë me bëj tawaf, rrithot më shumë se gjysma e natës dhe pak, pastaj shkon në Qabe bëj tawaf. Se po shkove në fillim natës ti mund vënohesh atje dhe vjen vjon dhe ti ikën shumica e natës. Pastaj thot vonimi është më i mirë se sa nxitimi, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vënuar, flitet për ditën e 13, thot dhe se ai që vënohet po bën punë më shumë që shpërblehet për to haxhiu, është bujtja natën e 13 dhe goditja e gurve pas zewalit në ditën e 13, gjithashtu shpëton njeriu nga zahmeti i madh, nga kallaballiku i madh, pra kur ai nuk nxitohet. Thot që qëndrosh Mina 2 net për ata që nxitojnë dhe 3 net për ata që vënohen, është i obligim për obligimeve të haxhit. Thot, ati personi që e ze perëndimi i diellit në ditën e 12, duke qenë ai në Mina, nuk është larguar dhe as po prekupohet me largim, ai atëherë duhet qëndrojë në Mina. Pra po të perëndoj dielli aty, ti si e largu dhe as si e duke u prekupu me largim. Se ndoshta të perëndon ama ti e duke u bë gati me ik, thot atëherë personi qëndron bujt aty, pra dhe godet gurën ditën e nesërme. Ka thënë pra transmeton Malik rahimahullah nga Nafi nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, sa i thot pra kush e ze perëndimi i diellit aty dhe ai është Mina, mos largohet derisa t'i gjuaj gurën ditën tjetër. Thot kurse ai person që e ze perëndimi i diellit duke qenë Mina, ndërkohë që ai thot është larguar ose duke prekupuar me largim, ai thot mund largohet pa problem dhe nuk e ka obligim thot që të qëndroj. Për sa i përket gjujtjes të gurve, thot që godet pra Xhamratul Aqaba ditën e Kurban Baramit dhe ditët e tjera i godet të treja. Thot nuk ka për marrjen e gurve një vend veçantë për t'i marrë. Mund t'i marrë personin Muzdelife,
apo në Mina apo në Mekë. Qartë, sa tani kthehet sheku dhe për ditën e Kurban Bayramit. Thot, mundet personi t'i marri vet, t'i mbledhi vet, mundet thot t'ja mbledhi dikush tjetër, mundet që dhe t'i blej, mundet që t'i marri për gjitha, t'i mbledhi gurët për një, pra gjitha në një kohë të veçantë, ose t'i mbledhi thot për çdo ditë për ditën e vet. Thot, në atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja mblodhi fadli 7 gur, duke qenë Mina, pra duke ju hasayat min Mina wa huwa fi tariqi min Muzdalifa i Jamrat al-Aqaba, pra ja ka mbledhur Mina dhe ai ishte drejt pra rrugës nga Muzdalifa për të shkuar te Jamrat al-Aqaba. Ka thënë pra Fadl ibn Abbas, më tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ditën e Kurban Bayramit, pra më mblidh mu disa gur, unë jam mbledh ato që ishin si hasal khaf, siç u thash, ai guri që përdor personi mes gishtave dhe godet me to, ndërkohë që ka ndalim për këtë, por se thjesht si mas. Thot, dhe ja vendosa dorën e tij, dhe ai tha, me këto gur ose si këto gur në këtë mas, thot, godisni dhe ruheni nga kalimi i kufive, nga ekstremizmi, pra ta kalonin ekstrem, kaloni kufit, sepse ata që kanë qenë para jush janë shkatruar nga kalimi i kufive. Janë shkatruar nga kalimi i kufive të Allahu xhallahu ala. Thot, pra sa është ajo, si me thon, masa e gurve, thot janë pak më të mëdhaja se sa kokrat e qiqërës. Se nuk lejohet thot me diçka më të madhe, sepse është prej te kalimit kufive në fene Allahut xhallahu ala. Nuk lejohet goditet me copa druri, me balt, me hekur, me xhama, me kocka, thot, dhe as që personit i laj gurët, thot, pra që kur të godasi. Gjithashtu thot, nuk ka problem që mund mbledhi prej gurëve që ka rreth xhemeratëve, sepse o ato kanë ra nga haxhit pa i godit dikush, i kanë shpëtu, ose janë goditur nga i vendi largët dhe nuk kanë arrit atje te vendi. Thot, gjithashtu haxhiu duhet sigurohet. Kto është çështja, domethënë që nëse për shembull janë godit, dikush i ka gjujt gurët, a lejohet për shembull me atë gurin që është përdorur në gjujtje që ti ta përdorësh? Më e mira thon disa dietar që mos gjush me atë që është gjuetur një herë. Ama ka të tjerë që thon nuk ka problem se s'ka argument që ndalon këtë gjë. Personi thot që gjuan godit gurët, sigurohet që guri do bie aty te vendi i caktuar dhe çdo të godasi dhe thot Allahu Ekber me çdo gur. Pra çdo gur që godet thot Allahu Ekber, nuk lejohet të gjuash gjitha bashkarisht dhe as ti vendosësh, por se të godasësh, thot, sepse vendosja ndryshon nga goditja. Pra jo ta vendosësh, jo ta godasësh. Thot, ne përmendëm kohën se kur duhet goditen, pra kohën kur duhet goditen, i tham gjitha këto. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka ardhur hadithi që e ka goditur nga Xhabir radhiyallahu an, e ka goditur Jamrat al-Aqaba ditën e Kurbanit para dite, kurse ditët e tjera pas zawalit. Thot gjithashtu thot Ibn Omer radhiyallahu an, pristin për kohën e goditjes, kur anonte dielli pra nga perëndimi, godisnim. E njëjta gjë ka ardhur nga Abdullah ibn Omer radhiyallahu an, pra ka transmetim tjetër, thot nuk goditen gurët 3 ditët, pra 3 ditët e jamu të shrit, thot derisa tanoj dielli nga perëndimi. Ka thënë Tirmidhiu rahimahullahu mbas këtij hadithi që kështu veprojnë shumica e dietarëve që nuk goditen gurët, pra vetëse kuptohet, gurët e këtyre 3 ditëve vetëse mbasi ka anuar dielli nga perëndimi. Thot ai person që s'ka mundësi të godasi para perëndimit të diellit, mund të godasi dhe gjatë natës, pra ka transmetim nga Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma. Çështje tjetër, thot goditja e gurëve ditën e 13 mbaron me perëndimin e diellit, nuk lejohet më që do të goditen gurët pas perëndimit të diellit. Dhe ai që godet pas perëndimit të diellit, ai ka fidje, ka therje kurbani, therje e një kafshë. Thot personi i godet gurët ditët e teshrikut me renditje. Fillon me të parët,
që është më larg nga Meka dhe është afër xhamisë Haifit, pastaj e mesmja, pastaj e fundit dhe nuk lejohet që ta kundërshtoj këtë renditje, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka goditur çdo ditë prej ditëve të shrikut gurët me këtë renditje. Çfarë është prej sunetit këtu? Prej sunetit këtu është që ta godasësh parën me 7 gur, pastaj të marrësh djathtas saj, ngresh durët dhe të bësh dua sa më gjatë. Pastaj e godet mesmen dhe merr majtas dhe ngre durët dhe bë dua. Pastaj godet atë të madhe në Xhamratul Aqaba të fundit dhe nuk ndalon aty. Mund ta godasi nga të gjitha anët, por se është e pëlqyeshme ajo që përmendëm te fjala e Sheikh Albanit, Allah më shiroft. Tjetra, kur përmendëm ihramin, përmendëm se Ibn Mundhir rahimahullah ka përmend mendim unanim për dietarëve se të vegjëlit që nuk ka mundësi të godasin, godet dikush për ta, pra si ashtu thot si vegjëlit, janë dhe ata që s'kan mundësi me godit, dikush është i smur, ose është shumë i thyer në mosh, ose është grua shtatzane etj me radhë, se Allahu xhallahu ala ka thënë keni frikë Allahun sa të keni mundësi. Sepse thot goditja e gurëve ikën koha e saj dhe nuk mund ta bëj personi mbas një farë kohe. Thot goditja e gurëve është e vetmi adhurim gjatë haxhit që mund ta bëj dikush tjetër për ty. Ndryshe thot nga ato ritet e tjera, obligimet apo shtyllat e tjera, siç është qëndrimi në Arafat, bujtja në Muzdelife, në Mina, thot, pra sepse personi mund të jetë i smur dhe qëndron aty. Qartë, ama kush është çështja e goditjeve të gurëve, mund dikush të godasi për tjetrin, për të vegjëlit, për gratë që janë shtatzan, për dikën që mund të jetë smur, dikën që është shumë i thyer në mosh. Dhe personi që godet për tjetrin, për fëmijët e për këtë që u përmendën, godet fillimisht për veten e tij, pastaj për tjerët. Tjetra është kush që ai që godet për tjetrin, tjetë prej haxhive, nuk mund vi dikush nga pra që s'është haxhi dhe të godasi. Qartë, sepse ai që s'është haxhi nuk i lejohet kjo gjë. Pastaj thot origjina e goditjes gurëve është se shejtani ju është shfaqur Ibrahimit Khalilit, pra atij që ka qenë shumë i dashur për Allahun xhallahu ala, thot tek vendi i xhamaratëve e ka goditur ai me 7 gur. Nga Ibn Abbas transmetohet, pra edhe ka thënë që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Ibrahimi, Khalili i Allahut, pra ka bërë menasik, ritet e haxhit, ju është shfaqur shejtani tek Xhamratul Aqaba, thotë dhe e goditi me 7 gur dhe ai u zhyt në tokë. Pastaj thotë i erdhi te e dyta dhe pra te Xhamratul Aqaba, ka filluar nga pra thotë tek e madhja. Thot, pastaj i ka ardhur, thot, tek e dyta, e goditi me 7 gur, derisa ju zhyt në tokë. Thot, e goditi tek e treta me 7 gur, erdhi prap, ju shfaq prap, e goditi te e treta me 7 gur dhe ju zhyt në tokë. Ka thënë Ibn Abbas radiallahu anhuma, shejtanin godisni dhe miletin e babait tuaj pasoni, tregon se kush e ka saksuar për dietarëve, Sheikh Albani e tjerë, thot, në këtë hadith ka se pra është origjina e goditjes dhe siç përmendëm te saj se ku e ka origjinën, thot dhe të Ramel se si e ka origjinën, pastaj thot muslimanët i bëjnë këto duke pasuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk thonë që xhemeratët janë shejtan, siç thon disa njerëz, por se mjaftojnë duke thënë që godet xhemeratët. Dhe e fundit, pra që ka lidhje me obligimet e haxhit, meritet e haxhit, është tawafi lamtumirës, pra është tawafi që personi e kryen kur largohet nga Meka, pasi ka plotësuar haxhin e tij dhe ky është obligim prej obligimeve të haxhit, nuk është lehtësuar që ta lë këtë, vetë se aty që është lehtësuar që ta lën tawafin e lamtumirës është femrat që janë me zakone dhe femrat që janë lehon, siç e përmendëm. Thot, është e pëlqyer për personin për atë që bën umre, kur ai largohet nga Meka, thot pas umres tij që bëj tawaf lamtumire dhe nuk është e obliguar. Nuk është e obliguar, sepse hadithet thot kanë ardhur për obligimin e tij për haxh. Dhe ai person që bën umre dhe nuk bën tawaf lamtumire, thot nuk ka obligim asgjë. Normal tu ka fjalë mes dietarëve, shehu thot që është e pëlqyer, kurse Sheikh Bin Bazi thot Allahu më shiroft, nuk e ka obligim personi që bën umre tawafin e lamtumirës se s'ka argument. Thot kjo është fjala e shumicës dietarëve, madje Ibn Abdul Barr ka thënë se është ixhma. Pra ka ixhma se nuk është obligim. Nëse personi e vonon tawafin
e ifadës deri në kohën kur ai do largohet nga Meka, atëherë thot i mjafton ai për tawafin e lamtumirës. Por nëse personi nuk e bë tawafin e haxhit, e vonon deri në momentin e fundit ku ai largohet, thot shehu bën tawafin e haxhit dhe ky i vlen për tawafin e lamtumirës. Pra bën vetëm një tawaf. Pastaj thot, mbasi mbaroi tawafin e lamtumirës, vazhdon ashtu si e ka drejtimin e fytyrës tij, nuk del thot mbrapsh, nuk ecën mbrapsh, siç bëjnë disa ignorant, thot s'ka argument për këtë prej sunetit dhe është për bidateve të shpikura. Deri këtu, pra ky është obligimi i fundit që ka lidhje me haxhin. Gjëja e fundit që person. Pastaj shehu ka thonë vizita e xhamisë pejgamberit sa. Do t'ju lexoj nga kjo dhe e mbyllim inshallah. Lexoj diçka këtu. Këtu Sheikh Albani çfarë thotë? Dhe si ka përmend çështjen e duas që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata që i ruajnë kokën, i ruajnë flokët e tyre. Tjetra prej gjë që su përmend është që syneti është ai që i ruan kokën atij personit që po ruan flokët, është që të fillojë nga e djathta, filloj me anën e djathtë, dhe kjo është dobi që është përmend këtu. Tjetër, kjo që u tha që ruajtja e kokës është e veçantë për burrat, jo për gratë, ato kanë taksir, edhe ka përmend unmule, e njëjta gjë, te tawafi ifada, mbasi i thot shehu kur bën tawafin e ifadës, thot nuk ka as ittiba, as ramal, pra nuk ka nxjerrje shpatullas dhe as ajo ecja e shpejtë, gjithashtu është që të fali 2 rekat, sa kanë ardhur disa transmetime nga Ibn Omer radhiyallahu an, sa i thoshte sa herë që të bësh tawaf, fal 2 rekat. Pastaj diskutimi se ku ka fal ditën e Baromit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e drekës, pastaj thot qëndrimin Mina, pra qëndron kthehet Mina dhe qëndron pra ditët dhe netët, godet pra ditët e tjera 11, 12, 13, godet të treja pas zewalit, pastaj thot godet parën dhe hecën pak djathës. Qife këtu është përmend. Hecën pak djathës, drejtohet nga kibla me pra qëndron gjatë duke bërë dua, duke ngritur durët e tij. Pastaj godet dytën, thot dhe merr majtas. Bën njëjtën gjë, kur godet të tretën, thot largohet, nuk qëndron. E njëjta gjë thot pra ditën e dytë, e njëjta gjë ditën e tretë. Nëse largohet pas ditës dytë dhe nuk qëndron, thot kjo gjë lejohet, ka përmend ajetin, tregon renditjet, lejen që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë atyre, pra yejuzu lil ma'dhur fi rami ma'yati, pra ai që s'ka mund që është justifikuar pra për goditjen, që mos qëndroj ditën e Minas, siç i ka dhënë leje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbasit, dhe gjithashtu gjuajtjen goditjen e 2 ditëve ta mbledhi me një ditë vetme. Dhe në këtë e kemi përmend më përpara. Gjithashtu këshilla thot është obligim për haxhiun që të kujdeset për namazet, 5 namazet me xhamat. Më e mira është të falet te xhamia Khaif, ka një xhami atje në Mina, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, është falur në xhamin Khaif, janë falur 70 pejgamber. Thot, mbasi mbaroi goditjen e gurve ditën e dytë apo të tretë për ditëve të shrikut, kanë marruar rregullat e haxhit, ai largohet nga Mekë, ai largohet drejt Mekës, qëndron sa ti ka shkruajt Allahu xhallahu ala dhe atje të mundohej që të falë namazin me xhamat, sidomos në Qabe, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, thot namazin xhamin time, xhamin Medine, është më mirë se sa 1000 namaze pra në xhamit e tjera, përveç Mesjidul Haram, përveç Qabe, një namaz në Qabe është më mirë se sa 100.000 namaze në xhamit tjera. Qartë, po lexojmë të këshillat, dhe shtoj prej tawafit, namazit, thot në çdo kohë do ditën apo natën, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pra për ruknein al-aswad wal yamani, pra për 2 ata ruknul yamani dhe gurin e zi, që preke atyre të fal gjunafet, pra dhe kush bën tawaf nuk ngre një këmbë, nuk ngre këmbë dhe nuk e vendos atë, dhe se i shkruan Allahu me të një të mirë, i fal me të një të keqe, i shkruan atij një grad, dhe kush pra bën tawaf 7 herë, është sikur ka liruar një rob. I ka thënë, o Beni Abdu Menaf, o bita Abdu Menafit, mos ndaloni askënd që bëjnë tawaf në Qabe dhe të falet në asnjë çast ditës, pra mos e ndaloni, qoftë kjo
çdo çast ditës dhe natës, mos e ndaloni. Pastaj thot tawafi i lamtumirës. Pasi personi thot ka kryer nevojat e tij dhe do të largohet, atëherë bëj tawafin e lamtumirës. Thot ka ardhur hadithi nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma se njerëzit largoheshin çdo drejtim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mos largohet ndonjëri prej jush derisa të bëj gjë e fundit që të jetë, bëj tawaf në Ka'bë. Tregon për lejen që ju është dhënë pra femrës me zakone dhe femrës lehon. Pastaj tregon për marrjen e ujit Zemzemit me vete, tregon njëjtën gjë që të marrosh tawafin, nuk ke nevojë pra të ecësh mbrapsht, ose dil thot me këmbën e majt, ka përmend duan dhe mbaron. Ta lexojmë, ta mbyllim me këtë këshillën e fundit pra të Sheikh Abadit, thot vizita e xhamisë dërguarit sallallahu alaihi wasallam është e pëlqyeshme për muslimanin që të vizitojë xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ai ka thënë nuk ndërmerret udhëtimi për adhurim vetëm tre xhami, në Ka'be, në xhaminë e dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe Aksa, ka përmend hadithin që përmendi shehu më parë. Pastaj thot shkon pra muslimani për të falur te xhamia e dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe nga gjërat që janë ligjëruar në Medinë është përveç namazin në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është namazin Kuba, vizita e varrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e dy shokëve të tij që janë Abu Bekri dhe Omer radhiyallahu anhuma, vizita e Beqis, pra që është varreza aty, dhe e shuhada u Uhud, ata që pra kanë vdekur shahida në Uhud radhiyallahu anhum. Thot këto 5 gjëra janë që ligjërohen në Medinë dhe nuk ligjërohet diçka tjetër, se s'ka argument për këtë. Kur personi viziton varret, kjo dhe vizita është e ligjëruar, edhe ai që viziton pra përkujton vdekjen dhe përgatitet për vdekjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vizitoni varret se ato ju përkujtojnë vdekjen, gjithashtu përfitojnë dhe ato të vdekurit se bëhet dua për ta. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vizitonte banorët e Beqi, ata të vdekurin në Beqi dhe bënte dua për ta. Gjithashtu paralajmërohet ai që bën vizitë pra prej vizit bidat, pra bidat që të çon deri në gradën e shirkut, si ti lutesh personave që janë vdekur, ti kërkosh ndihmë atyre në vështirësi, sepse duaja është adhurim dhe adhurimi nuk i takon vetëm Allahut xhalla wa ala. Thot kurse tjerët bëhet dua për ta dhe nuk i bëhet dua atyre, dhe e fundit para duas që ka mbyll shehu, pra nuk është e lidhur haxhi dhe umra me vizitën e xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Personi mund bëj haxhin dhe umrën dhe vizitën në një udhtim. Mundet që të vi për haxh ose umrë dhe nuk shkon fare për vizitë xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mundet shkoj për vizitë xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe s'bën haxh dhe umrë, pra nuk kanë lidhje. Momenti që ti nëse bën tawafin lamtumirës, erdhe dhe u ktheve në vendin tënd, haxhin e ke. Po nëse e ke bërë ashtu siç duhet, e ke të plot. Qartë. Edhe nëse nuk shkon fare në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë së fundmi, lut Allahun xhelalu ala që t'i japi sukses haxhive në kryen e haxhit tyre, thotë ashtu në atë formë që kënaqet Allahu dhe t'afron tek Allahu xhelalu ala, dhe që ta bëj haxhin e tyre që të jetë mebrur, gjunafet e tyre të falura dhe mundi i tyre të jetë i falendëruar, dhe pra t'i japi sukses çdo haxhiu, që haxhi i tij të jetë në formën më të mirë, pra dhe ai që gjendja e tij, lutim Allahun xhelalu ala që t'i japi sukses çdo haxhiu, që gjendja e tij pas haxhit të jetë më e mirë se sa gjendja e tij para haxhit, pra nga një gjendje e mirë të kthehet në një gjendje më të mirë, dhe nëse ka qenë keq, kthehet në gjendje më të mirë. Amin. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Edhe ju të gjithë.